بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të nderuar të pranishëm, ja erdhëm edhe në ditën e fundit të garave, të cilat u organizuan nga Parësia Islame e Republikës së Kosovës në Medresenë e Mesme Alauddin në Prishtinë. Për të filluar këtë mbledhje të fundit, ftojmë hafizin nga Bosnia që të na i lexon disa ajete kuranore, ai është Omer Zulić. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Falenderoj Hoxhën, hafizin, profesorin nga Bosnia Omer Zulić për këtë lexim të këndshëm. Jemi të nderuar si shkollë nga se në këto vjetë kemi pasur gjithherë në këto vina, në këto fotore, njerëz të cilët bartin Kur'anin në gjoksat e tyre, andaj ka qenë një privilegj i madh për ne, e për fjalimin thuajse për mbyllës, për shkak se pastaj kemi vetëm edhe shpërndarjen e mirënjohjeve, kemi nderin edhe kënaqësinë që
Fjallën t'ja kalojmë Muftiut të Republikës së Kosovës në koordinatën e të cilit janë zhvilluar edhe këto gara në IMF të tërnavës. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut mëshiruesit, mëshirëbërësit. Nderuar drejtor, nderuar përfaqësues i Rabitas, Ibn Abdullah Allahi, nderuar e kandider nga Gjermania, Jordania, Zagrebi, Turqia, që edhe profesorën nderuar këtu, Safeti, që ishin këndeshën takim, nderuar musafir nga gjitha vendet e Ballkanit, ju bashkëpunëtor, personeli medreses, profesor në fons, ju nxënës të dashur, është kënaqësi e veçantë, është një privilegj të jetë e madhe për mua që sot mund të jem para jush, që drejtohem me këtë fjalë në rasti, duke u bërë edhe njëherë me dije se vërtet medreseja është një burim i pashtatshëm i çdo gjëje, në veçanti medreseja është ajo e cila e ujit, e vadit, edhe mësimin e Kuranit, leximin e Kuranit, ajo e cila e rrit në gjoksat dhe zemrat e rinison brenda trojve tone etnike shqiptare, është ajo e cila e mbajti të gjallë Kur'anin, e rriti atë në përzemrat e të gjithë besimtarëve tanë, është ajo e cila po përkujdeset në kuadrët e saj, të cilat po marrin përgjegjësi më vonë dhe të kuptojmë këtë fjalë, me një fjalë medreseja është një kështjellë pa ekur, pavarësisht erërat të cilat kryjnë, pavarësisht kohën në të cilën jeton. Andaj ne të gjithë krenohemi që jemi të Alaudinit, të gjithë krenohemi që i përkasim këtyre bankave të kësaj shkolle, të gjithë krenohemi me emrin që e partim ne si ish nxënës dhe ju tash si nxënës dhe gjeneratët që do të vinë deri në kiamet, që do dalin nga kjo shkollë, dhe të gjithë e kanë një qëllim të vetëm që ta mësojnë librin e të madhit Zot, fjalën e Resullullahit sallallahu alaihi wasallam, ta puntojnë atë tek masa e gjerë e popullit, të jetojnë me bindjen e madhe islame, të i përkasin të umetit Muhammedit al-Islam në momentin e fundit të dorëzojnë duke thënë La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Jemi këtu bashkarisht nga 8 shtete ballkanike, vetëm të shihemi mes vete është e mjaftueshme. Mirë po kur garohet, është edhe shumë domethënëse. Mirë po kur garohet në fjalën e të madhit Zot, atëherë ja arrin kulmin. Sepse e dim që leximi i Kuranit është ibadet, e dim që dëgjimi i Kuranit është ibadet, është adhurim. E dim pra që marrja e fjalës së Zotit është gjithashtu adhurim. Andaj dëshiroj të falenderoj ju nxënës të dashur, të respektuar, të nderuar. Përmesuar falenderoj të gjithë familjet tuaja. Falenderoj të gjithë të nxënës që na vinë nga Sanxhaku, na vinë nga Kroacia, na vinë nga Bosna, na vinë nga Turqia, na vinë nga Hungaria e tjerë. Po që i kemi këto, pra Mali, Zi, Shqipëria e kështu me radhë. Falenderoj shumë ato familje që neve na i besuan fëmijët e tyre që t'jenë këtu. Dhe ne u përkujdesëm për ta. Përkujdes personeli medreses, të cilët dëshiroj të uroj për të organizim njerëz zakonisht të mirë të cilët e bënën, dhe me këte mua veç sa më shtynë shumë të bëj dhe më shumë. Dhe ne do të bashkarisht me kolegët e mi, tash do ta shqyrtoj mundësinë nëse jemi gjatë tash një vjet i kur, këto do t'jenë gjithherë, këto garat të nivel do të mbahen, por plus këtyne garave, të organizojmë edhe garat nivelit evropian, apo edhe ati botëror. Kosova do t'jetë një vend ku do të përkundet Kurani, do të rritet Kurani, në temën Zoti Xheleshanu do të marrin pjesë lezuesit më të mirë nga bota, do të garohet për fjalën e të madhit Zot Xheleshanu. Dhe kjo mua si mëfti më bën që vërtet të jep edhe të potencialin tim që posedoj, që
të sigurojmë edhe mundësi, edhe donacione dhe bashkërisht besoj që do t'ja dalim. Unë e pa dashur më shumë e zgjatë, por nga zemra i uroj të gjithë atyre të cilët kanë fituar, por të jeni të bindur që keni fituar të gjithë të nxënës. Edhe ata të cilët s'kanë marrë në fare dytë, të gjithë jeni fitimtarë. Të gjithë jeni fitimtarë, veç ardha juaj këtu është fitim. Andaj atyre ju uroj, familjeve tyre ju uroj, dëshiroj që juve delegacioneve që jeni këtu, ju përcjellni selamet tona të gjitha bashkive islame tuaja në për gjitha këto shtete dhe në emrin e Bashkisë Islame të Kosovës, në DSS, në Smalodin, të nërpunëve të saj, t'i falenderoni, për marrin pjesë në këto gara dhe kretë në fondun e lusë Allah në Gjeleshanu hu, që ne në begatojme të mirat të ti në këtë dhe në botën tjetër. Edhe një herë, dëshiroj falenderoj në veçanti prezencën e përfaqësuesit rabitës Abdullah El-Bari, i cili sot është këtu, dhe dëshiroj përmes tij të përcjell selamet tona edhe sekretarit përgjithshëm të Rabitës Totale Mul Islami, një miku të jashtëzakonisht të madh, një njeriu i cili përkujdeset për mirëqenien e muslimanëve të globit, pra për doktorin e nderuar Muhammed El Isa, i cili vërtet të tregon një interesim jashtëzakonisht të madh, i cili e ka gjallë edhe, po them, e ka rinë gjallë, më mirë të them, lidhjen botërore islame, e cila tash më ka filluar të kthehet vetës dhe e cila tash po dëgjohet se është gjallë anë e globit. Në fund, lutim Allahun xhaleshan mu të gjithë bashkërisht që na i falë të gjitha të mirat e tij në këtë dhe në botën tjetër. Selam aleikum. Me frika? diploma meritorë për Rabitën Totale Mul Islami, e dyta është për sekretarin e zonës të përgjithshëm Abdul Karim El Isa dhe e treta është për përfaqësuesin rajonal mësafirin që kemi në mesin ton Abdullah El-Ghari. Kështu që këto 3 minjoje ftojmë përfaqësuesin rajonal të Zyres, Abdullah, që t'i merr nga myftiju në nderuar në emrin e Tij të Allahut. واحدة للهيئة والثانية للأمين العام عبد الكريم العيسى. الثانية للأمين العيسى عبد الكريم العيسى. والثالثة لكم أنتم شهادة تقديرا وإرفانا لكم. Tani kemi ardhur në kohën kur do t'i bëjmë shpërndarjen e disa prej mirënjohjeve dhe t'ju tregojmë se kush kanë qenë fituesit. Do fillojmë me leximin e lirë. Dhe do të fillojmë të i shpërndajmë vendet nga i fundit, nga vendi i tretë. Dhe vendi i parë është për nxënësin nga Kosova, Miraç Islami. Vendi i treti është për Miraç Islami. I treti. Më falni për gabimin. Kategoria leximi i lirë. Vendi i tretë shkon për nxënësin ton Miraç Islami. Vendi i dytë është për nxënësin nga Turqia, Mahmud Enes Alpsumer. Dëshiroj të njoftoj se me diplomën ose si ta quajmë, këtë e kanë edhe një zarf me shpërblim. Kanë disa shpërblime baja këtë mira, alhamdulillah.
Faleminderit, teşekkürler. Vendi I parë në këtë kategori të nderuar të pranishëm është për nxënësin nga Bosna. Ai është Ahmed Shadrina. Kalojmë tek gjinia femërore, nxënëse pra, juria ka përzgjedhur që të kemi dy fituese në këtë kategori. Fituesja e vendit të dytë është nxënësja nga Kosova, Firesa Gollani. Faleminderit. Kurse vendi I parë tek nxënëset garuese është për nxënëse nga Shqipëria, Rejhane Upena. Nashkurukum Ustadh Abdullah, shukran jazila. Shukran lakum. Dhe pastaj vazhdojmë me nivelin tjetër, e ai nivel është vendet të cilat kanë garuar për gjuzin amme. Kemi 3 vende nga djemët, siç kemi 3 vende nga vajzat. Për të shpërndarë këto shpërblime, ftojmë Kryeministrin e Republikës së Kosovës, Sabri Efendi Bajrami. Siç e potencoj Myftiju, se të gjithë ju jeni fitues, dallimi mes juve ka qenë dallim shumë I vogël, ka qenë vetëm në finesa. Kështu që të gjithë jeni fitues dhe të gjithë meritoni duar trokitje. Në kategorinë e djemve, vendi I tretë I takon nxënësit nga Shqipëria, Amin Sulës. Faleminderit. Vendi I dytë I takon nxënësit nga Kosova, Eronit Hajdari. Urime Eronit, sukses. Kurse në kategorinë e gjuzit amme, fitues, juria ka përzgjedhur nxënësin nga Bosnia, Muhammed Vahab. Urime nxënësit nga Bosnia Muhamedit. Tani të nderuar të pranishëm, kalojmë në gjuzin amme, garimi I vajzave. Për vendin e tretë nga vajzat, juria ka përzgjedhur nxënësen nga Kroacia, Naida Dojić.
Urime Naida. Faleminderit. Kurse vendin e dytë, juria ka përzgjedh nxënësen nga Kosova, Rehone Murati. Faleminderit. Në këtë kategori, nxënësja në vendin e parë është nga Sanxhaku Nejla Zukorlić. Faleminderit edhe unë. Faleminderit sa prefende. Zoti shpërblet. Të nderuar të pranishëm, tani kemi fituesit që ka përzgjedhur juria jonë e respektuar në garimin e 3 gjuza. Dhe po fillojmë për me i ftu drejtorin e medresesë e mesme Lavdin, Jakub Mehmeti Shunohi. Urdhë drejtor. Në tre gjuza, pra fitues i vendit të tretë, juria ka përzgjedh nxënësin nga Shqipëria Alen Vala. Urime Alen. Kurse vendi i dytë në kategorinë me 3 gjuza, juria ka përzgjedh nxënësin nga Bosnia Abdulrahman Abdul Menhan. Në kategorinë e hifzit të 3 gjuzave pra, për vendin e parë e kemi nxënësin nga Kosova, Din Fllarej. Urime lindi. Kalojmë tek garueset. Juria ka vlerësuar se vendi i tretë në këtë kategori i takon nxënëses nga Shqipëria, Rehona Ukpera. Urime Rehona, kurse juria ka përzgjedhur për vendin e dytë nxënësen nga Sanxhaku Sumeja Destanović. Urime Sumeja, kurse vendi i parë i takon nxënëses nga Kosova, Anisa Nurkuti.
Urime Anisa, faleminderit drejtore Pandej. Faleminderit drejtor, shumë faleminderit. Për kategorinë e fundit, pra me atë me 5 gjuza, ftojmë myftijun Naim Efendi Tërnova që të shpërndan shpërndarjen e dhuratave dhe mirënjohjeve. Në këtë kategori, nga Djemën, juria ka vlerësuar se vendi i tretë i takon nxënësit nga Turqia, Mustafa Can Ayrbash. Vendi i dytë në këtë kategori i takon nxënësit nga Kosova, Ubejt Ademi. Vendi i parë i takon nxënësit nga Bosnia, Bilal Hamidović. Urime Bilal. Tani kemi edhe 2 nxënëse për vendin e dytë të parë. Kështu ka përzgjedhur juria që kemi. Vendin e dytë është nxënësja nga Sanxhaku, Emina Zukollu. Urime nxënëses, kurse vendi i parë i takon nxënëses nga Kosova, Amire Tërbuki. Myfti Efendi, për fund kemi dashur të nderojmë komisionin për punën e tyre që kanë bërë, duke filluar nga kryesuesi i këtij komisioni që e kemi hoxhën me banë në qendrën e Gjermani, hoxhën Abdullah Al-Muhib. Myftiun e ftojmë që t'ia jap një mirënjohje për hoxhën Abdullah. Këtë mirënjohje ja dërgon myftiu, shaj respekti dhe falënderimin hoxhës Abdullah Al-Muhib. Ftojmë hoxhën nga Jordania, Dr. Emjet Saade. Pastaj ftojmë hoxhën nga Turqia, hoxhën e nderuar Ethem Alanka.
hafezin e nderuar nga Kroacia, Aziz Alili. Dhe në fund, hoxhët tonë të nderuar, hafezin Safet Hoxha. Faleminderit, gjithë faleminderit Mifti se të lam pak më prit gjatë. Të nderuar të pranishëm, fundi e tanë që Zoti i shtëpisë këtu medreses ta mbaj fjalën e fundit. Mirë po më kërkoj Kujtim Dervishi, drejtori i shkollës të Shkodrës, që të vi para se të filloj drejtori të japnim në njohje drejtori i shkollës tonë, pastaj vazhdojmë me falimin e tij. Por no, Kujtim Dervishi. Të 1250 nxënësve dhe mësuesve të medresës së Shkodrës, të shpreh mirënjohjen këtij auditorit mbushur me diturin dhe mësim. Dhe veçanërisht të falenderoj Bashkimin Islame të Kosovës në mbështetjen e ndëruar Hafizin Ayub Tërnava, medresën e Prishtinës për bashkëpunimin dhe mbështetjen që i ka dhënë medresës së Shkodrës qysh në fillim të saj. Dhe veçanërisht për ftesën, për pritjen, për organizimin dhe për respektin që i kanë dhënë këtij auditorit. Zoti i rrit medresën e Shkodrës, Zoti i rrit medresën e Kosovës, Zoti i rrit medresës tona, Zoti i dash medresista. Selam. Faleminderit Zotri Kujtim, Zoti ju shpërblet edhe juve për pjesëmarrjen. Të nderuar të pranishëm, tani erdhëm edhe tek fundi. Ju falenderojmë të gjithëve për pjesëmarrjen, për garimin dhe krejt në fund drejtori i medresës bën edhe mbylljen e këtij organizimi. Faleminderit shumë. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Nderuari Mufti i Republikës së Kosovës, në emër të ndërtuar në bashkëpunëtor, të respektuar Komision Vlerësues i këtyre garave të Kur'anit në krye me Dr. Abdullah Al-Muhib, Dr. Amjad Saade, Hafiz Aziz Alili, Hafiz Alanka, Hoxha respektuar Safet Hoxha. Të respektuar drejtorët e institucioneve të medreseve të Ballkanit nga vendet e ndryshme, ju muslimanës, musafir, të nderuar të respektuar. Kam kënaqësinë që sot, pas 30 të zhvillimit të aktiviteteve të ndryshme në programet të Kur'anit, që ta përmbyllim po një përmbyllje e suksesshme. Jam plotësisht i sigurt që jemi munduar secilin nga ne të japim maksimumin në organizimin e këtyre garave, por megjithatë gjithmonë ka hapësirë për të një organizim edhe më të mirë. Ajo që na lën të shtypën më të madhe është që pas 1440 viteve Kur'ani vazhdon të lexohet, të mësohet, të ndëgjohet nga fëmijët tonë. Ne i cilët jemi në një moshë të pjekur, jemi duke ndërtuar garanci që në këto troje Ballkanit do të lexohet Kur'ani edhe për dekada me radhë. Parë të në fëmijëve nxënësve tanë, të cilët vetëm që e kanë mësuar dhe e testuar memorizimin dhe leximin e bukur në përballje me komisionin, ata jam shumë i sigurt se do të angazhohen tepër që të përcjellin të lexim të bukur të gjeneratat e reja në vazhdim, duke e praktikuar dhe në praktik hadithin e pejgamberit tonë Muhammedit alayhi salatu wassalam, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Është më i miri për jush ai i cili e mëson Kur'anin dhe mëson të tjerë. Unë vlerësoj në cilësinë e organizatorit që këto gara mund të llogariten të suksesshme vetëm për faktin që jemi tubuar për herë të dytë në këtë ambient më shumë se 8 medrese të ndryshme nga Ballkani. Vetëm tubimi jonë ka peshë dhe rëndësinë e vet. Tubimi dhe njohja e nxënësve tanë, se nxënësve tanë ka bereqet. Andaj besojmë dhe shpresojmë fuqishëm që me ndihmën e të madhe të fillimit, me kërkojnë e parëzet të Kryesisë Bashkisë Islame,
dhe të institucionet e tjera islame. Anë të mbledhjet do të arrijmë se kemi organizime në fushën e njëjtë, po pse edhe në fushat e tjera. Unë do doja të falenderoj edhe një herë Kryesinë e Bashkisë Islame, në krye me Muftiun Tërnavën për kërkojnë e pa rezervë. Do doja të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit në komisionin e vlerësues për vlerësimet e tyre, të cilët padyshim se është një punë bukur shumë e mundshme, sepse ka pasur nxënës dhe nxënëse me një lexim shumë të mirë, por me nota shumë të vogla është dorë përcaktohet edhe fituesi apo vendi i parë, i dytë, i tretë kështu me radhë. Dua të falenderoj të gjitha medreset që kanë marrë pjesë dhe do të kisha dëshiruar që nga një përfaqësues i tyre të vjen me mua të në afërmesh, duke filluar nga përfaqësuesi i medresesë Shesh Shamia nga Shkodra, nga Shqipëria, të shalut me afërmesh këtu, ka pas dëshirë shaftojnë edhe përfaqësuesin e medresesë, respektivisht drejtorin e medresesë nga Ankaraja, të merr pjesë me neve këtu. Buyurun hocam. Drejtori me cilën shkollë jemi të vllazëruar dhe kemi një komunikim dhe një bashkëpunim të mirë dhe medresia Mes Maladin ka një sër medresesh apo shkolla Imam Hatip në Turqi jemi të vllazëruar dhe shkëmbejmë eksperienca të përvoja të ndryshme. Do të aftoj në skenë edhe përfaqësuesin nga medreseja Kuslerbek nga Sarajeva, profesorën e respektuar, i lutem Gojder Palampuno. Do doja me shumë kënaqësi të aftojna edhe përfaqësuesin që kemi nga medreset në Bullgari, për cilët kemi respekt veçantë për faktin se bëni punë të jashtëzakonshme. Buyurun hocam. Allah razı olsun. Do doja që të ftojmë edhe përfaqësuesit tonë nga medreseja Mehmet Fati në Podgoriz, hoxhën e respektuar Reshat, që është profesor i lëndës së kirajetit, na ka bënë nderë ai bashkë me kolegun e tij, që për 30 gradë të jetë me nxënës në shkollën tonë. Do të taftojmë edhe përfaqësuesin nga medreseja Smajlović, Ahmet Smajlović, Gjimnazia Islamskая Gimnazia në Zagreb, përfaqësuesin e tyre. Dhe me shumë respekt do të ftojmë përfaqësuesin nga Novi Pazari, për cilët kemi raporte të jashtëzakonshme, kur dihet që me sa më kujtohet mund është aty është mundë për me rregullu, kemi qenë themeltar të paralelës së parë të medresesë në Novi Pazar, Mukja, medresia Anktë në Prishtinë. Andaj këta të respektum, ashtu siç i porositi edhe Muftiu, unë isha pa dëshirë vetëm nga një fjalë shkurt me dhënë në përvojën e tyre, duke filluar nga drejtori e respektuar dhe më pastaj do doja që nëpërmjet tyre që ju tregojmë që jemi shumë të hapur për çfarë do lloj bashkëpunimi në të ardhmen dhe shpresoj fuqishëm që vetëm të bashkuar arrijmë të synimet tona të përbashkëta në edukimin e gjeneratave të reja dhe kësaj kontribuojmë në vitin e vlerave tona të mirëkota islame. Bërë. Edhe një herë të rastin të falenderoj, pa kufi, por ne si medrese e re që jemi, se një vjet jemi medrese, vazhdojmë të mësojmë, vazhdojmë të përfitojmë, edhe ky ishte një rast i madh për ne, që ne të vendosim edhe më mirë detyrimet tona si muslimanë, si medrese në një vend të rëndësishëm si Shkodra me 2 besime, të vazhdojmë të losim kontributin tonë si një institucion i besimit. Unë uroj edhe një herë të gjithë pjesëmarrësit e mesesë. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle Türkiye'li kardeşlerimizden sizlere selam getirdim. Fillimisht ju përshëndes dhe nga Turqia sjelli selamet e vëllezërve tuaj. Öncelikle böyle güzel bir organizasyonu tertip eden başta baş müftümüz Naim hocamıza, Yakup Bey'e ve diğer tüm komiteye ve jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Më lejoni që fillimisht për këtë organizim të bukur falenderoj Muftiun e nderuar të Kosovës Zotrin Naime Tërnavën, po ashtu drejtorin e shkollës Zotri Akif Efendi Çunakun, po ashtu dhe një falenderim të veçantë për jurinë. Balkan ülkeleri din eğitimi veren okulların böyle güzel, anlamlı bir programda beraber olmaları hem Kur'an'a verilen değeri gösterdi, hem kardeşliğimizi, birlikteliğimizi, kaynaşmamızı arttırdı. Ben tüm heyetine teşekkür ediyorum. Unë dua të falenderoj dhe gjitha shkollat e Ballkanit të cilët kanë qenë këtu dhe me të vërtet kjo tregon se gjithë vëllezërit janë bashkuar dhe janë bashkë. Lejoni që përzemërsisht falenderoj të gjithë.
Mi smo danas posebno veseli. Sot jemi me të vërtet të lumtur. Bila je dilema da li ćemo doći ili nećemo. Vidjeli smo veliku želju i domaćina da nas ugosti. Me të vërtet ishte biseda dhe fund vim apo jo, por erdhëm dhe ishte një Stalo nam je bilo shumë e izbog- bukur e Zotit në shtëpisë. Stalo nam je bilo i zbog djece koja su vrijedno radila sve ove godine da se pojave na ovako zaista dobro organizovanom velikom takmičenju. I tako da je ovi naši rezultati medrese iz Sarajeva još dobijaju na značaju. Thotë ishte dëshira e nxënësve dhe gjithë neve që ne të jemi sot këtu, por mund të them edhe ka qenë edhe suksesi i shkollës tonë këtu para juve. Još ću zahvaliti domaćinima na zaista lijepom prijemu, gostoprimstvu, za sve ove dane koje smo proveli ovdje u Prištini. Molim Allah Đelešanu da nam pomogne. Čestitam svim učesnicima koji su učestvovali, ostvarili vrijedne rezultate i nadamo se da će biti još bolji u budućnosti. Me lejoni falenderoj të Zotit e shtëpisë të cilët na bën një pritje shumë të bukur, fenomenale, dhe dua të falenderoj dhe të përgëzoj gjithë ata të cilët kanë garuar dhe për suksesin e tyre. Zoti ju nderoj. Biz de Bulgaristan'dan geliyoruz. Edhe ne vim nga shteti i Bullgarisë. Bulgaristan Müslümanların ve Medresetün Nüvab Okulu'nun selamlarını getiriyoruz sizlere. Me lejoni të përcjelli selamet të gjithë vëllezërve tuaj nga Bullgaria dhe nga medresia e Bullgarisë. 4 öğrencimiz vardı bu yarışmada. 3 kızımız gelemedi. Ne kemi patur 4 nxënës të cilët kanë garuar në këtë program, në këtë projekt apo në këtë garë, por një vajzë e cila ka qenë nxënëse nuk ka mundur ajo të vijë. Biz bu kadar Müslüman olduğunu Kosova'da bilmezdik. 2 sene önce gelince tanıdık ve 2 sene içerisinde devamlı sizlere anlattık. Ve burasının Müslümanlarıyla Bulgaristan Müslümanları ve Balkanlarda birlik içinde olmamızı anladık ve bu yarışmaları devam ettirmemiz lazım. Bizleri ağırladığınızdan dolayı Bulgaristan Devleti adına teşekkür ediyorum. Selamun Aleyküm. Me lejoni që të tregoj nuk e kemi ditur në Kosovë që ka kaq musliman. Para 2 viteve kur kemi ardhur këtu në këtë garë, jemi njoftuar dhe kemi marrur informacione, me vërtet ka qenë një organizim shumë i bukur, jemi shumë të lumtur. Me lejoni edhe një herë të falenderoj në emër të muslimanëve të Bullgarisë. Uvaženi muftija, uvaženi članovi komisije, uvaženi profesori, uvaženi učenici, želim da vas ispred Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori svi uselamim i ispred medrese Mehmet Fatih. Me lejoni fillimisht të nderuari zotri Mufti, nderuari zotri drejtori, të nderuara juri, me lejoni që në emër të Bashkisë Islame të Malit të Zi t'ju përshëndes. Želim da vam čestitam prije svega medresi Alaudin ovdje u Prištini na ovoj lijepoj organizaciji i želim da se zahvalim u ime naše islamske zajednice na vašem pozivu da budemo danas i ovih dana ovdje zajedno sa vama i želim da čestitam svima onima koji su dobili nagrade za njihov trud. Kam dëshirë që të falenderoj për organizim Bashkimi Islame dhe një koqirët dhe me të vërtet të përgëzoj të gjithë nxënësit dhe në emër të Bashkisë Islame të Malit të Zi që na keni ftuar. Mi ove godine nismo ostvarili neki rezultat, ali mi smo vjerujem najmlađa medresa koja je učestvovala u ovom takmičenju, pa inšallah se nadamo da ćemo i mi popraviti naše rezultate u budućnosti. Još jednom svima čestitam i zahvaljujem se na ovom lijepom organiziranju ovog Mubarek takmičenja. Ndoshta ne si medrese nuk kemi treguar në këto gara rezultat sepse një medrese e re dhe funksionojnë tani, por shpresoj që në të ardhmen apo në garat e ardhshme do të tregojmë rezultate. Još jednom hvala vam i do idućeg inšallah viđenja. Edhe një herë ju falenderoj deri në takimet e tjera. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh svima. Evo, Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të gjithë. u ime Islamske zajednice u Hrvatskoj, kao i ime
Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića iz Zagreba. Në emër të Bashkisë Islame të Kroacisë dhe në emër të medresesë në Kroaci, Gjimnazit Ahmed Efendi Smajlović. Želim se posebno zahvaliti uvaženom muftiji, kao i cijeloj medresi i cijeloj upravi. Dua të falenderoj muftiun e nderuar, dua të falenderoj udhëheqësin e medresesë dhe gjithë ata të cilët kanë vepruar në këtë drejtim. Na vašem pozivu i mogućnosti da budemo danas ovdje prisutni među vama. Në ftesën tuaj dhe ne jeni sot prezent në mesin tuaj. Osobno sam prisustvovao velikim svjetskim takmičenjima u svijetu, Unë kam prezentuar edhe në vendet në ndryshme të botës në gara, ali zaista evo ovo takmičenje ovdje koje ste vi organizirali može parirati takvim takmičenjima. dhe ky organizim që është bërë këtë është unë mendoj që është i nivelit të tij. Ovdje mi u Hrvatskoj i u Bosni općenito na ovim područjima izuzetno gajimo velika osjećanja i ljubav prema Kosovu. Ne në Bosnë e Hercegovinë, por edhe në Kroaci, muslimanët e asaj pjesë kemi një dashuri shumë të veçantë për Kosovën. I smatramo vas svojom braćom. Dhe ju jeni vëllezër me ne. I zato nam je drago što imamo mogućnost ovdje tu ljubav još više povećati. Ne përveç një kënaqësie e veçantë që këtë dashuri vëllezërore edhe më së shumti të arrisim në mes ne. Nadamo se ako Bog da ćemo u budućnosti i sljedeće godine da ćete opet organizirati ovakva takmičenja i da će se naša djeca moći upoznavati i tu ljubav sačuvati. Shpresojmë që edhe në vitet të ardhshme që edhe nxënësit, familjet tanë të vinë edhe më shumë të vëllëzërohen edhe të dashurohen në mes vetë. Još jednom se zahvaljujem i hvala vam svima. Edhe një herë falenderoj të gjithë. Bismillah, alhamdulillah. Poštovani muftija Naim Nama, poštovani direktore Čmaku, poštovani profesori i svi prisutni, učesnici kao i oni koji prate ovo takmičenje. Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëgërësit, falënderimet të dërguar Zotit, i nderuar i mufti Naim Efendi Tënava, i nderuar i drejtor Jakub Efendi Çunaku, i nderuar të Kranisha. Želim svima ispred medrese Gazi Isa Beg u Novom Pazaru da vam se zahvalim na dostojnom gostoprinstvu. Dua që në emër të medresesë të Novi Pazarit Gazi Isa Beg falenderoj për mirëpritjen. Po drugi put sam prisutan sa svojim učenicima i učenicama na ovom takmičenju. Për herë të dytë ja prezentoj me nxënësit dhe nxënëset në këtë garë. Zaista želim da zahvalim na gostoprinstvu i jako lijepom organizovanju ovog takmičenja. Unë dua të falenderoj për mirëpritjen, por edhe të përgëzoj për këtë organizim që është shumë i bukur dhe shumë i vet. Ovom prilikom zaboravio sam na trenutak da se zahvalim komisiji koja je pratila ovo takmičenje i dala svoj veliki doprinos. Ndoshta në fillim kam harruar dhe po ashtu të falenderoj dhe të përshëndes jurin, komisionin e nderuar, i cili ka vepruar me shumë sukses. Želim također da čestitam svim onima koji su pokazali svoj uspjeh, koji ste vi i koji smo svi vidjeli. Unë dua po ashtu të përgëzoj dhe të falenderoj nxënësit dhe gjithë ata të cilët kanë treguar sukses që neve e kemi parë, kemi përjetuar bashkërisht. Nadam se da ćemo se ako Bog da i naredne godine ovako lijepo družiti i u to ime ja vas selam. Shpresoj që edhe në vitet të ardhshme inshallah në organizimet e tilla do të jemi bashkërisht dhe ju përshëndes me selam. Duke falenderuar secilin prej tyre për fjalët që kanë dhe duke besuar përsheshëm që ky takim do të jetë një urë forte komunikimit të medreseve tona përmes nesh. Unë lutem Allahun që Allah të na bereqet në punën tona, sidomos në mësimin e fjalës Allahut dhe Leshanu. Të respektuar, dim se çdo gjë ka fundin e vet, edhe ky program ka fundin e vet, por asese dashuria, respekti ndaj njëri tjetrit do të vazhdon tutje për faktin që kemi ngritur të thellën zemrat tona fjalën e të madhit Zotit të pejgamberit tonë Muhammedit alayhi salatu wasalam. Andaj unë lutem Allahun dhe Leshanu që Allah të shpërblet të gjithë juve që keni kontribuar më të drejt për drejt, apo të thorazi
ata që kanë qenë prezent për çdo minutë, çdo sekond me të mirat e tij në këtë dhe në botën e ardhshme. Duke dashur ta përmbyllur këtë tuben, një njoftim të shkurtër për të gjithë daruesit që vinë nga këto shtete, do të organizohet një ekskursion në shtetin e Prizrenit në orën 19:30 do të jetë nisja nga këto. Kurse tani me shumë kënaqësi do ta ftoj myftion, komisionin e respektuar, të gjithë daruesit ta marrim një foto përkujtimore për të gjithë neve për të ardhmen. Faleminderit shumë.